Ndryshimet në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të prezantuara pak javë më parë në komisionet parlamentare nga deputeti socialist Olsi Komici janë kundërshtuar nga shoqata e gjyqtarëve. Në një deklaratë publike, shoqata thotë se me këto ndryshime po tentohet që të uzurpohet pushteti që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë gjyqësor në emërimin e kryetarëve të gjykatave. Kryetarët në detyrë të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij administrativ konfirmohen si kryetar të emëruar deri në datën 31 dhjetor 2028, duke shmangur sa kaq garëm për këto poste drejtuese në pushtetin gjyqësor. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë thekson se një dispozitë e tillë së pari tenton të uzurpojë pushtetin që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë gjyqësor në emërimin e kryetarëve të gjykatave. Po ashtu, shoqata deklaron se po shmanget gara për poste drejtuese në gjykata, pasi ndryshimet parashikojnë qëndrim në detyrë të kryetarëve të komanduar të gjykatave dhe prokurorive deri në fund të vitit 2028. Projekt ligji nuk mban në konsiderat faktin se Këshilli i Lartë gjyqësor tashmë ka miratuar akti normativ përkatës lidhur me procedurën e zgjedhjes së kryetarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, akti i cili ka hyrë në fuqi në datën 1 janar 2026 dhe pritet të sjellë efektet shumë shpejt me hapjen e garës për postet e kryetarëve në këto gjykata, si dhe faktin se për një periudhë prej gati 6 vitesh gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit janë drejtuar nga zëvendës kryetarët, të cilët kanë ushtruar funksionet e kryetarit në detyrë. Kjo gjë e bën jo vetëm të panevojshëm caktimin e kryetarëve të gjykatave nga ana e kuvendit, por sjell edhe cënimin e parimeve kushtetuese të ndarjes së pushteteve dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Shoqata kërkon nga kuvendi që të mos cënojë standardet e shtetit të së drejtës, duke dëmtuar arritjet e realizuara përmes ngritjes së organeve të reja të qeverisjes së pushtetit gjyqësor.